The Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne kam knatësin që i kem dy lullet e bukura, njerëz të mirë, kënga Serenata Koçës. Na nga në studio, Endrian Stefi Prifti. Endrian Stefi, mirë se dhët në Opinioda Podcast. Ju përshëndesim me shumë kënaqësi me dashuri. Hyrja ishte shumë e bukur, ato pamjet, ato peizazhet, ato nga vendi jon i dashur i mrekullueshëm. Ishte e fortë, domethënë, një hyrje e bukur, siç i përket ne shqiptarëve, të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit, ato e ka bë Memli Kelmendi, një kompozitor nga Peja, i cili e kuptoi konceptin, thash bac. Veri jug. Dinamike dhe madhështore, hyrja. Shumë faleminderit. Aty është ideja që se shqiptar vinë nga gjitha trevat. Kem një lashësi dhe kem dallimet e vogla si në veshje si këto, po ato krahinat e kanë si me qenë shtetet vogla në vete. Është vërtet. Shiko, kjo ka qenë edhe çështje infrastrukturash të ndryshme, duke filluar nga infrastruktura rrugore, le të themi që përpara ju e dini shumë mirë që të shkoje nga Korça në Prishtinë donte një ditë të tërë, domethënë dy ditë, po. Me kuaj, me gomer. Me gomer, po. Jo, prapambetja që ne kishim atë kohë, thash edhe infrastruktura mediatike, pastaj ka disa lloje infrastrukturash që unë kam vënë edhe në art, edhe në sidomos në muzikë që ne përfaqësojmë. Jo çdo krahin që ka karakteristika dhe vlerat e veta, zakonet e veta, doket e veta, por gati edhe çdo fshat dallon nga fshati tjetër. E çuditshme, sa ka dallim brenda një province ose krahinet vogël, ai fshati s'ka shërma tjetrin ka shumë dallim. Është shumë e vërtet. Megjithatë, tani ka filluar të ndryshojë, sidomos 10-15 vitet e fundit, gjërat janë afruar, ashtu si thash, ajo infrastruktura rrugore tashmë është thuajse në nivelet e larta aty ku duhet, fjalëve nga Tirana në Prishtinë shkon për 3 orë. Po. Edhe po kështu edhe gjitha politika mendoj që duhet jetë më afër, le të them, por të paktën arta dhe muzika janë afruar shumë. Edhe thash në këto 10-15 vitet e fundit kënga folklori shqiptar është bashkuar, si thua. Kjo më gëzon. Është afruar edhe popullit, Stefan. Është afruar. Po martohen tani, përpara s'kishin martesa për Prishtinë, Tiranë, Korçë. Tani tashmë janë bashkuar, edhe keni dasmë për shembull. Ju i keni në Tropoj me korçarë për shembull. Aty vetë dëgjojnë, janë të detyruar të gjithë të dëgjojnë të dy llojet e muzikës. Ne jemi bërë jemi bërë një kombi i madh. Kjo është e mirë. Kjo është shumë. Jemi bashkuar, jemi bërë një kombi i madh. Shqipëria e madhe, Stefan. Bukur e thash. I vure vullën, me këtë shtjetë tani i vure vullën. Nuk po zgjatë më shumë. Endi i pavari. Jo, ju e dini kënga e Sabri Fizullau, do ta bëjmë Shqipërinë. Po. Kur martohet ky nga ai se dit komplet tekstin, po ideja kur martohen njerëz njihen, në fundit thash, edhe gjermanët kanë dallim. Edhe italianët veriu me jug ose Roma, Lazio, që është provinca. Dallime ka kudo, shtete tjera. Po ideja që ato të shkrihen, që ta kuptojnë njëri tjetrin, që ka disa dallime mes krahinave, si në të folur, në dialekt, në ushqim, në veshmbathje, edhe çeleshtet janë ndryshe. Por në fundit jam shqiptar. Absolutisht, po. Edhe sa e bukur. Ta nderojmë, ta respektojmë dallimet njëri tjetrit, edhe ti marrim më të mirën. Kaq më interesant. Se unë nuk kam mundësi ta njoh kur një shok juaj nga Saranda, po mendoj nga Korça, ta them. Po. Ai për mua shqiptar. Po patyshim kjo. Një kom, një fe, një krahin jemi ne, gjithë shqiptarët të bashkuar. Një fe nuk kemi, po le të themi. Po të bëjmë, jemi një, nuk kemi grindje, nuk kemi. Ja, s'kem grindje. Nuk kemi. Feja e shqiptarit është Shqiptaria. Kjo i bën të 4 llojet e fesë që na përfaqësojnë ne muslimane, krishterë katolik, krishterë ortodoks, bektashian. Kjo është një fenomen jashtëzakonisht për të vlerësuar në Shqipëri, që shkojmë aq mirë, nuk kemi asnjë komplekse dhe në këtë aspekt ne çuditim dhe botën. Ata habiten. Po, habiten. Habiten si është e mundur. Është një aftësi shumë e madhe kjo. Çka po. Ka vlerat më të mëdha që ka populli jon, po.
Unë mendoj që nuk flasim shumë për këtë. Jo, s'kemi pune. Jo, ideja që Simon, është një ndjesi, unë e kuptoj që mendoj që është ndjesi e krenarisë që sa ma shumë ta forcojmë, ta potencojmë, ta theksojmë se fundit unë kur e takoj një shqiptar, ku nuk më shkon mendja ky, çfarë krahine është, çka beson. Mundon të flas shqip që të kuptohemi, se kuptohet dialekti. Jo, unë ne takojmë shumë njerëz, se shkojmë gjithandej në gjithë botën. Asnjëherë nuk shkon në mendje se nga provoja jone e madhe, neve që kur japim dorë me njerëzit kuptojmë me njëri tjetrin, i njohim. Dhe por asnjëherë në mendjen time nuk kam që të shikoj nga është ky apo çfarë feje beson apo asnjëherë nuk e mendoj këtë gjë. Thjesht të shikoj në sy çfarë njeri i mirë është dhe kaq më mjafton. Na provoja ime në 30 vjet në Shqipëri, në gjithë dynjan, në gjithë botën. Asnjëherë se kam parë me syrin e fesë këdo që kam përballë. Apo të Krainës. Apo të Krainës. Thjesht të dëgjoj e shikoj në sy që na përshtatet nesh miku jon dhe mbaron. Thuhet për Korçaret që janë shumë të butë. Kanë shumë kulturë. Janë të mirë Korçaret. Edhe Korçaret. Po kuptohet. Shiko, kjo është një trashëgimni që ka qyteti ynë. Kultura me sa duket edhe nga diskutimet që bëhen nga analistë ndryshëm, rrjedh mendoj edhe nga fakti që Korçarët kanë qenë të parët që kanë emigruar. Përveç se Korça nuk është një qytet i vjetër, shumë i vjetër. Korça është relativisht një qytet i ri. Kur themi ri ka 200 vjet? Jo, kam shumë, 500, 600, 700 ndoshta. Po jo si Berati që është. Po jo si Berati apo Durrësi apo Shkodra që janë 2000 vjeçar, domethënë që sepse Korçën më parë përfaqësonte Voskopoja si një qendër e Ballkanit, si një qendër shumë e madhe ku është paktën ka disa asete ose disa vlera Voskopoja, si për shembull themi shtypshkronja e parë që është në Shqipëri është bërë në Voskopoj. Atë ka pasur shumë kisha, domethënë ka qenë një qytet i madh. Ndoshta qytet që konkuronte në popullsi edhe Selanikun, me çfarë kam lexuar. A ka qenë Korça si më thonë një pit stop ose një vend dalje para se mik Selanik? Po. Si një ndër qytete. Edhe është sot sa ditë. Kjo është ajo që se kur beshe tërgëtia nga Përmeti, nga Berati, nga këto me mushka që shkojnë ata. Në stopin e parë bënin në Korçë. Dalonin aty nga malet shumë dhe kështu e diu I kemi edhe sot e kësaj ditë ato mejhanet ato bujtinat të pazarit. Do të thonë mbani mend edhe filmin me Alit Beratin. Po. Aty ka qenë dhe aty është edhe sot. Është rregulluar më duket pazari. Është bërë mirë. Është bërë super shumë. Ka dhënë një ndjesi. Të shkosh një fundjavë në Korçë është kënaqësi e madhe. Një vend turistik i mirëfillt. Ka shumë turist. Ndodhi një, si thua, një gabim i vogël, ndoshta nga Korçarët, siç ndodh kur ka një dyndje shumë të madhe turistësh. U ngritën pak çmimet në një moment caktuar dhe aty pati një lloj të kurrë. Po nuk u ngritën pak, u ngritën shumë. U bën nga 2 fish. I këputën në kokë, tank direkt, dalore prit. Se po vimi çiketë për që të mos shpenzojmë shumë, jo direkt 2 fishe, merr vesh ti. Dhe kjo gjë e dëmtoi çik turizmin këto 2 vitet e fundit ose vitet e fundit, e dëmtoi pak dhe tani me sa duket Korçarët i ka thirrur mendjes dhe u rikthyen le të themi aty ku normalitet. Unë mendoj që kjo ndodhi para 2 vitesh. Para 2 vitesh e pash një dallim të madh dhe kishin luajtur shumë gjëra. Pastaj edhe puna e dallimit mes euros edhe lekut shqiptar. Do të thotë gjithçka iku gati 2 fish. Edhe kësaj ka ndodhur Bullgarisë, kështu që nga dëshira e madhe që neve po na vijnë njerëzit, hajde tash ta shfrytëzojmë rastin. Gabim është ashtu se po i largove një turist, do shumë problemi këtë. Është vërtet të kthem. Do të them diçka për humor. Ne duke qenë që jemi ndoshta nga Korçarët më të njohur për në shqiptari, le të themi. Edhe kur ndodhin këto ngritjet e çmimeve së mos të hoteleve, do të thënë që vajtin nga 2 fish. Ata kishin 40 euro për shembull, nuk e çuan 45 ose 50, po çuan 80, ose 100. Dhe unë kam pasur minimalisht 4-5 raste nga miq, le të themi, ose të njohur, ose ata që na njohin ne, por shkarkoheshin tek unë
ua, qa kam bërë, kupton, do të... Ore, nuk jam unë pronari Korçës, nuk jam pronari, dhe shumë. Nuk jam autoriteti i kontrollit. Nuk kontrollet shpimet e Korçës. Po kur them që, bile këte, po kam thënë dhe Korçarve, kam thënë dhe atyre që janë pronarë të disa miq që kemi, ore, të riquni, mbani pozicionin. Fjeni mendjes. Dhe shiko, tani janë korrigjuar gjërat, do të thënë ishte një lapsus, le të themi një gabim. Po ishte gjithë Shqipërinë, me thënë drejtën, këtu e 2 vjet se ndodhi. Edhe në veri e kujtoj, kam qenë ishte 2 fish gjithçka, po ja. Dhe në veri dhe në jug, këtë rritje çmimesh e pati dhe jugu, Dhërmiu, Jala, të cilat vazhdojnë në substratite ndoshta ata, po të pak në ata kanë detin. Ata kanë detin e që të paparë, se ka askush. Detin tonë ande nuk e ka askush. Por le të rikthehemi tek pyetja jote se tani u shpërndan pak. Mos u shpërndan shumë se te kultura qytetare e qytetit ton, ajo është, nuk e di, ka rënë shumë thella. Unë prandaj u futa që domethënë dola tek krijimi i qytetit. Ka pasur një kala Korça, ka pasur një kala në qendër, aty ku është qendra, ku është turizmi, edhe kalaja e Mborjes. Domethënë këto kam lexuar, domethënë nga njerëz që merren me studimet e qytetit. Pra kjo është e bërthama dhe pastaj zbritën nga Voskopoja një pjesë e madhe, zbritën nga Kolonja, nga Devolli, kështu që Korça e mori formën e vet. Mori formën si qytet. Gjithë ajo kulturë dhe trashëgimi që Voskopoja sidomos mbante në historikun e saj, të hershëm, erdhi në këtë qytet. Më pas, ashtu siç e thashë pak më parë, ju e dini që emigranti i parë që ka emigruar në Amerikë është nga rrethi i Korçës. Ne kemi qenë dhe në fshatin. Kemi shkuar dhe ka një lapidar ajo atë. Është bërë dhe një lapidar atje. Më vjen keq që shtëpia e tij është e rënuar, domethënë ajo duhet ishte një monument sipas vendimit. Po do ta ndërtonin. Do ta ndërtonin. Por akoma nuk është ndërtuar. Ne kemi 3 vite s'kemi vajtur. Ku e di një 5-6 vjet që kemi shkuar nëpërmjet televizionit Klan atje për ndërtuar diçka. Për një emision. Dhe kjo lloj kulture, jo vetëm Amerika, por dhe këto Romania, Bullgaria, këto shoqata që krijoheshin, shoqata patriotike, gazetarët, njerëzit e shquar të etapave të caktuara të historisë së qytetit, që kanë luftuar jo vetëm me pushk, por dhe me pen, themi ne, dhe Kolonja dhe Korça dhe gjithë krajina po. Shquhen për këtë gjë. Dhe gjithë atë çfarë ata jetonin në këto vende që ishin më të avancuara se sa Shqipëria asaj kohe, le të themi 100 vjet, 200 vjet përpara, domethënë, ata e sollën në qytet. Patjetër edhe Franca ka luajtur rol para luftës. Korçarve. Parisi Vogël. Është liceu francez. Edhe liceu francez, domethënë ka luajtur një rol shumë të madh. Dhe nëse tash të dalim pak më çfarë thot historia e muzikës shqiptare, domethënë, nëse lexon dikush se kush janë qytetet që kanë kontribuar më shumë në artin dhe kulturën e Shqipërisë, padyshim janë Korça dhe Shkodra. Dhe këtu mund të futem në detaje sa të duash, po të themi ku krijuar kori i parë, le të themi u krijuar në Korçë, ku krijuar opera e parë, u krijuar në Shkodër, ku opereta e parë në Korçë, kori vashave në Korçë. Domethënë janë banda e parë muzikore. Banda e parë muzikore. Po kjo serenata korçare. Kjo ka lindur nga Rrugicat. Po, Ai mbaj mend që të vegjël kur ishim, ne që fëmijë, domethënë. Edhe ishin ato shpirat e vogla që kishin domethënë gjithë, një kat, 2 katëshe në Rrugicat, në Laxha 12. Edhe nga dritare dëgjohesh edhe këmbët e këpucës kur esin njerëzit. Jo pasaj kur po me kaldram, po. Jo më pasaj kur dilni këta djemt, këta që bënin serenata, e kalonin me kitara në për rrugët, këndonin.
Ka lindur nga vetë qyteti, domethënë, nga Serenada është dhe kjo mund të jetë trashëgimni, po këtë se di mirë, si trashëgimni apo jo, po vetë qyteti aty të bën të këndosh, të pishi gotë këraki, është ftohtë, dimëri deret shpejt aty, kupton ti në orën 4 është puzat. Edhe futen në për ato shpirat e tyre të ngrota me ato zjarret me ndru me soba. Edhe marrin nga një gotë këraki do këndojnë. Kur dalin jashtë nga e ftohta do këndojnë se do kesh ftohtë pastaj. Këndojnë që të nxehen. Janë shumë pëlqyeshme për mua serenada. Janë bukura, kanë jetë, kanë humor. Kemi bërë në serenat të vegjël, të rinj. Është kështu si thatë ju, serenada ka disa aspekte emocionale, dimensione, po. Ka dhe këngë qytetare korçare që kanë shumë satirën edhe humorin. Janë një kategori e veçantë këngës që ndoshta duhen trajtuar më shumë. Pastaj kemi serenadat e vjetra. Natyrisht ka dhe një huazim para 150 vjetësh ose 130 vjetësh edhe nga Greqia, le të themi, ka disa këngë që t'jemi të sinqertë, por ato janë përshtatur aq shumë me qytetin sa nuk konsiderohen më sikur janë greke, po ajo ndërthurja që mund me qenë arvanice. Arvanitas. Patjetër, kjo pasaj është një diskutim akoma me i thellë, po unë po them domethënë që disa një pjesë, le të themi, 20%, le të themi, e këngëve korçare kanë ardhur nga muzika greke. Pastaj nëse do të flasim nëse ato janë greke apo janë arvanita, se kjo është një debat shumë i thellë dhe ne na ka qefit pranojmë që ato janë arvanita se. Po. Nuk e pranojnë ata, po ne e pranojmë. Ka disa këngë të Dalaras, për shembull, që janë përkthyer ose janë përshtatur. Ajo që ka më shumë rëndësi që edhe këto këngë duhet thënë që në gërshetim me rrogicat, në gërshetim me ata njerëz që jetojnë në qytetin e Korçës, në gërshetim me kulturën e qytetit, me natyrën e qytetit, ato këngë tani janë korçare dhe askush nuk... Me patent dhe me vull. Nuk mund të... sepse janë përshtatur dhe në mënyrë të tillë dhe nga kantautorët që kanë krijuar edhe nga njerëzit që këndojnë. Po, cila kanë... Pastaj më falë se është edhe pika e tretë, sepse në Korçë kemi dhe shumë kantautorë, do të të serenadës, me qenë se përmendet, nuk dua të jem gjysmak, domethënë ti themi. Të lutem shumë. Ka kantautor me emër në Korçë, Bjallaç Andrea, Ilia Vinjau, këta familja Lalazi, Nonda Kajno, kjo femra, kjo gruaja që janë shumë, se s'po më kujtohet emrat, po janë shumë. Ky Peleshi, domethënë që ka pasur, ka qenë dhe tenor vllai, njëri nga vëllezërit, domethënë kanë qenë tenori. Mos harrojmë Tefta Tashko Koçon, kulturën që solli nga Austria dhe nga Franca, me nivelin e saj ekselent, jo vetëm i asaj kohe, por edhe sot e kësaj dite të dëgjosh se dhe ne jemi me fat që kemi studiuar në shkollën që mban emrin e saj, Tefta Tashko Koçon, në Korçë. Ato e kam ditur si fëmijë emrin e saj. Pastaj ka dhe një kategori të katërt, le të themi, që janë këto serenada ose pak më moderne që vinë nga më të rinjt, një ndër të cilët jemi dhe ne. Po, cila si këngë njihet, si më thonë, që e përfaqëson pak a shumë Korçën, që jep Korçës një shpirt që si ta dëgjojnë tjetër. Ja për shembull kjo Shkodra ka plot dashuri, që dihet për Shkodrën. Cila është një ndër ato këngë që shumë e famshme. Po mirë, nuk është shumë e famshme, por do bëjmë këngë për Korçën, o Korça ime se zbukuruar. Bëjmë ne 12 zara këtu live. Sa të më çiti. Ne mund ta bëjmë. Këto desha me. Këto desha me dal me thonë. Po nuk mendoj se kjo është kënga më e famshme. Po, e flet për Korçën, nuk e themi. Nuk e di njerëzit. Përshëndesim të gjithë korçarët në Korçë, në Amerikë, në Kanada, kudo që janë në Evropë.
Korça ime sa je zbukuruar, dielli mori rrugën për në perëndim, musku hodhi vellon e natës mbi ty, edhe freskia të gjithë njerëzit i bën të rinj. Dielli mori rrugën për në perëndim, edhe freskia të gjithë njerëzit i bën të rinj. Ja një live pare të live. Edhe kënga thot, I lum. kënga thot freskia për natyra e Korçës. Se ka freski. E mrekullueshme. Ajri pas. Klima që ka qyteti ynë është klimë kurative. Absolutisht. Për gjitha këto mund të flasin edhe njerëz që janë më kompetentë se sa ne. Por kur e kam pa përmend, sepse vërtet janë vlerat e qytetit. Unë kur e kam pa për herë të parë, me të drejtën, i kam pa foto, kuptohet, kam pa edhe video dokumentar. Po kur t'i afrohesh qytetit, e kupton. E kupton mirë, po. Kurin aty. Erdhëm nga Pogradeci, Arkitektura. Ta. Një element tjetër, detaj shumë i rëndësishëm, arkitektura e vilave që ka qyteti, 150 vjeçare. Ato vazhdojnë që ndronin sot e kësaj dite stoike, ashtu të shkojnë që thjesht janë zbukuruar, janë si thua janë mermetuar, punuar, por e njëjta strukturësh. Ato janë Është mbajtur kjo, është mbajtur trashëgimia. Tregtarët korçar kanë luajtur shumë rol. Meqense më pyetën për Korçën, pra Korça ka shumë element. Tregtarët korçar kanë qenë në kohën e mbretit Zoklet, themi apo më përpara, apo dhe në kohën kanë qenë tregtarët më të famshëm të gjithë shqiptarisë. Janë për të përmendur shumë emra. Unë e di që ajo ndjesien që më ka dhënë për herë të parë kur kalova nga Pogradeci, Qafloshe, edhe hypëm me një plato. Edhe ishte fushë e madhe kështu. Edhe vazhduam, fshat mas fshati, Shko sa bukur e përmendet jo fusha, edhe fusha luan rol. Po. Sepse edhe fusha është prodhim. Pra është dhe Korça ka dhe malin, ka dhe fusha. Dhe fusha dhe malin. Po në atë kohë edhe në kohë të Perandorisë Osmane, po edhe më herët, edhe për Beratin, çdo qytet që se kam përcjell, kam iki, kam vizitu të gjitha. Është interesant edhe ku është Prizreni në Kosovë. Gjithmonë në rrës një mali është pozicionuar ku ka një lom një qytet, edhe fusha e punës ka qenë toka punës që njerëz kanë punuar, kanë jetuar nga ajo. Njëjtë shellë e Lezhën. Po. Është një kodrin që është më vogël se ato ku ishe më thellë. Fushkruja dhe Lezhë. E shenanën e djatë ku shkon për Shkodër, nga Fishta atje nga Mrizi Zanave, është ajo fusha Rafshi, nanën e maj duke shku për Tiranë Rafsh. Domthon, gjithmonë kanë qenë një tokë punuese, edhe mu më habitja e kur hypa në atë plato, duke afruar e shija Korçën në fund, si më thonë, atje ishin atje në rrëz, po plot fshatra dhe tokë punës. Rrëz malit Morav. Ajo quhet rrëz Morava është mali që na mbështet, si thua na mbron. Na mbron nga errat, nga furtunat. Pastaj vjen Çardhaku mande, kemi pritur gjitha malet. Në pandemi sidomos shkonim ishte number one. Zgjoheshim çdo mëngjes, nuk lejohej të dilni fare. Po. Neve aty e kishim rrez malit, nga rrez Moravës, shpinën e takt, sa dilnim. Një rrugic kishim direkt në mal. S'na thesh ndonjëri gjë, edhe dilnim i prodhëm gjitha malet. Nga s'kemi shkuar, gjithë malet e Korçës. Nuk lam Kodër, male, fshat, pa shkuar në pandemisë. Dhe kjo, duke qenë që Endri është shumë i suksesshëm edhe në këto storyt, në këto videot që bën. Po. Edhe u bë trend. Pastaj të gjithë korçarët filluan të bënin ekskursion të njëjtën gjë, sepse ai ishte një budallëk, do rrinë në shtëpi, ndërkohë që ajri pastër jo bën nga zori, Simon, nga që ishte mbyllur. Rinë mbyllur që kur mu mbajmë mbyllur dot. Nuk është se bëm nga zori, bëm se ashtu mendonim. Pra ne besonim që ajri pastër është më i mirë se sa të rish brenda. Ne na thoshë rini brenda se ajri jashtë është i infektuar. Neve dilnim me marrën e pastër të malit edhe kënaqesh. Edhe nuk në kapi Covidi. Dhe ndikuam shumë mirë edhe për
qytetin, sepse u bëm një shembull, domethënë që pastaj të gjithë. Ore çka kanë këta vëllezër prifti se dalin malë. Çdo ditë maleve. Na nxirrte gazeta, po këta pse dalin, ne pse nuk dalin? Ne bëshim grup, edhe me fëmijët, edhe me kalamajt. Me nipçet, me shok. Ai shish kraki me ndonjë gjë kështu për të pjekur, për të ndisur ndonjë zjarr, kur shkonin ndonjë gjë dhe a shtyrin ditën në mënyrë shumë të bukur. Po puna këtij Covidit dhe i ka pas sa të mira ku na shumë nu, i ka bë familjet më bashkë. U shlodhën, po ju ofruan. edhe i afruan, edhe u shlodhën, edhe filluan njerëz të mendojnë se po ja vashi shumë i dham zor për jetën dhe me vrapu. Duhet kthehemi pak në bazë. Unë jam munduar në atë mënyrë ta shoh, edhe pse ajo mbyllja ishte shumë e rëndë, thon drejtën. Ishte vërtet. Ishte shumë e çuditshme. Ikën shumë njerëz. Ikën shumë njerëz edhe e përjetuan shumë njerëz keq. Të them të vërtetën, duke ma shkas nga kjo që ju sapo thatë, kur filloi Covidi ne ishim në Amerikë, ishim në Florida. Në Florida. Ne ishim në një ishull në Sarasota. Dhe askush, dhe sidomos Endre nuk mund ta besonte që kjo gjë do ishte një periudhë shumë e gjatë. Ju ishit në atë kohë kur u mbyll? Po, ishim në Florida, Sarasota, kam një shok kur u dha lajmi nga qeveria amerikane që deri në datën kaq ata që kanë ardhur duhet të largohen. Përndryshe për 24 orë thamë, çfarë? Ne ishim me një jahtë me zamiq në oqean. Kur u dha lajmi? Ishim i dashuruar, ishim ja 4 veta ne aty. Kur u dha lajmi, kur dëgjojnë lajmet nga skafi. Ore tha, për 24 orë po sikët me të tu, çfarë thotë më javë dashur. Jo, pse kështu ti the dorim këtu. Unë dash dorim këtu, dash kur leshton këta dashur dorim neve këtu. Ku ishte si mi pjekur i tha, do të. Po vetëm e morët vendimin të kthehesh. Po, me një. Aty nuk e lejova gjallë dhe bodi, thash stop, do ikim dhe bëm shumë mirë se ne kishim fëmijë ande dhe do ishte shumë keq për familjen. Plus edhe për ne do mbyllshe pastaj. Do bëjmë çaf njerëzve këtu. Pa diskutim, ne kemi shumë miq e shok që na respektojnë, nuk ishte më shumë ky problem, por problemi tepër ishte me fëmijët. Unë nuk e besoja se do mbyll çfarë gjatë, që cila gjë ndodhi domethënë. Thash, jo do rim këtu ja një javë. Te ne kishim vërtet vizat edhe për domethënë qendrimi, se kishim me 2 koncerte, po bër. Cilat u anuluan. U anuluan se. Dhe në momentin që u kthyem, aty dalë tek ajo që thatë ju, për mua të rria 1 javë, 2 javë në shtëpi ishte një kënaqësi. Po, në fillim e merr të pushot trupi mendja. Me zi prisja të rria në shtëpi. Se kishim bredhur në për Amerika, shkuan ndesh. Lodh me shpirë. Me lodh me shpirë. Sa shuna, shqyqyre, zot, lavdi, zotit të matë. Të rinë shikë shpi. Mirë, atë më shpi isha shumë i knaqë. Hap televizorin, lajmet. Lajmet të rritë. Unë vendosa të ledhe cigare në atë moment. Nuk e disim edhe truri, do të thënë. Nga që shikojmë në Amerikë, kështu që thash më të ta ledhe unë, tash i boll. Ditën e dytë që lash cigaret, të tretën që lash cigaret, hap po shkojnë në lajmet shumë, kur thotë duhani, ata që pinë duhan preken më pak nga Covidi. Por se duhet. Kjo ishte më forta. E thash unë si me vjere, Olga, ma bë një kafe më të shetë, të dalë që të ndesur. Kështu që e Unë e kam pas testa, të pak pesha, cigare, do më këput. Po më preki mu më këputi. Kër e ne kam letëzor, që bëhet kjo? Unë e kam pas për e kohë, s'kam pas në i simpton, as kolitje, pak lodhi ka që ka lodhi. Po më vonë, bas 2 javësh pas të fillun të simptome natën, dalë të fryma këto. Iki bëj analizë, jo më burë, tha, nuk largohet, tha, është mrenda, tha, ka ndryshu sisteme. Pa kuptuar, e kaluam dhe neve, kështu pa kuptuar. Jo, unë se kalova, unë s'ndjeva që. Po ka nga të që s'ka pas. Unë pija ka një gotë kraki në ditë, ju thosha, kush pi një gotë kraki dhe cigare në ditë, nuk e kap Covid. Vetëm kjo është e fort puna cigaret që tani të lutem shumë mos gënjes, edhe ti e kalove. Ku më kalova? Po të doli në analizë kur që e kishe kaluar, pavarësisht. Po se ka vrek. Po shikoj, ashtu mund të ta çardoj. Po, jo ka nga ata që s'kan pas zero simptome. Edhe unë kështu e kam kaluar. Tash dërsit është pak natën, unë thashë, a më i ri që ato të s'kan ndonjë gjë. Edhe ndrohu ato kështu. Me cigare e pije. Pastaj fillova cigare. Nëse pak humor ishte. Sa u gëzova më burr tash e ke lënë cigaren, tash për zotin se është shumë vështirë me lënë cigaren. Por këtu në Kanada është turp, kush na shikon ne që pim cigare. E vërtet.
Unë nuk e di, na shkojnë. Jo më spin. Ka shpall luftë. Ndoshta na shohin si malsorë, kështu si njerëz malesh. Po. Ne që pim, po ja që pim atë. Tash edhe kaq ekstrem sa kanë shkuar këta, nuk e shoh unë personalisht. Këta thonë Stefan, këta kanë lejuar ashashin tani, që ndalon, kupton ti? Këta dhon pi ashash mos pi cigare. Po, thoj nuk më mirë. E ti tha njerë një cigare ma dha një nga këta. Po këta se kanë ashash që kemi ne andej të lejtë të zhurë. Ore mu bëm mendja vërdal, po. Jo, këtu bojnë eksperimente, këtu fusin... O, e thitha una, ajo më mëri mendjen. Ne e mësuar me atë të letë këtë. Atë i Shqipërisë është Barta, mam qikë barë, po mu a do lejo Shqipëria të prodhoje, të legalizoje, të afurnizoj se... Janë tjera... Tjera ma be, s'na lojnë ata. A është një industri shumë... Ande e pinë të tërë, po nuk të lëmë. Për mendimin tim... Të tërë e pinë. Për mendimin tim letë lejohet. Do më thënë të prodhohet. Jo, të prodhohet, që të fitoj shteti, sepse ka nevoj ata për punë medicinale, përdojnë shumë shtete. Medicinale, po. E ka dhe Maqedonia. Bile ka fabrikat prodhimit të vajt. Absolutisht, vaj është shumë kurativ. Sidomos Shqipëria me klimën që ka, që tjetë një legale. Tani që mos ngatrojnë njerëzit. Endri e provon nga njerë këtë. Unë jo, se thonë ata, thonë pasë, kupton. Stefi nuk është nga këto rryma. Unë jam pak e kësaj rryma. As më pëlqen, as... Mua më pëlqen, po jo këto që kanë këta këtuare. Pro njerë në Amerike, njerë tu, këto të merë mendjen vërdalor, të budalos. Kjo është kimik. Njëherë që e piva njerë asha që para janë 20 vjetër, shku që... Edhe po blokovat po ecën në një bor kështu tash. Por ç'është kjo gjë kështu? E kupton? Jo unë atë të Shqipërisë. Edhe Xheku e pinë një kështu, ai cigare këtë vogël më. Po varet si këto këtu janë këto janë të merr. Jo, këto u legalizua 2019-ën, edhe ku e diun, ishte unë nuk e besoj për vetë që do bësh, sepse janë implikime politike, Amerika është afër. Po këta e menduan që edhe ndalet krimi. Po dhe tjetra, ta taksojnë më burë, ta taksojnë që të fitojnë lek, të bëhet legale gjithë shka, të futën sistem taksave, ka qenë një luft e të mërshme ndaj marihuanës, se ka fut me gjithë droga tjera, po ato elementet kurative që ka, ne nuk i kem ditur shumë. Po hajtë si të bon haj e pinë aty edhe ka që ma beti, po ka shumë gjyra në basa saj që bëhet që unë mendoj Shqipëria do të përfiton të se klimin e ka perfekte për atë, ama mënyrë legale, që të lejohet që të shes më vëllë gjithë Evropës për çështje medicinale. Traç ma bedi. Nuk e thënë kë rekreative, si thojnë këta për knatësi, po unë se gjykoj askënd për veti për këtë punë, kur djenë puna të kjo, normal ato droga tjera nuk i dua si janë të mira. E keni vare ju këtu që është lejuar tani, ose në Amerikë është lejuar. Kush e pi? Ata që shumë pak njerëz e pinë. Jo, pak. Pra, është kur legalizohet gjëja, unë mendoj që më pak konsumohet ajo gjë që mund dikush ta konsiderojë të dëmshme. Ndërsa për çështje medicinale ajo vërtet ka vlera. Sepse ajo është përbërës edhe në këto hapjet ose në farmaceutik. Po. Patjetër. Gjithsesi. Jo, është e deklaruar. Po, është. Bile ka qenë e shtypur shumë informacion. Për to sëmundjet e rënda, ti nëse lexon përbërjen e asaj që ti jep mjeku, është një pjesë është edhe... Po, është mos flasim me për to, se në marrë njërzia. Jo, mos kam me këtë shkuptu, ma bisede lirë, as nuk pëmbrojmë, as nuk jem kundër, tash si cili e ka të vetën, unë për vete e respektoj. E diskutojmë, si që jemi të podcast. Po, unë mu që kam intereson, du të kthehem tek vitet e rinisë të uaj. Si e keni përritur Shqipërinë atë kohë? Si ka qenë për juve Shqipëria, se si Shqiptarë në Kosova... apo në... Po edhe veçli, po edhe kur keni qenë si teenager, do të në atë moshën adoleshencës, se si ka qenë për juve Shqipëria? Neve kemi qenë në dy nxënës shëmbullorë, sidomos në aspektin e muzikës, si ishin talent. Po jemi rritur me një nenë shumë të dashur, me sakrificat më dhaja, dhe... Atëre ishte koha që ishin gjithë një lloj, domethënë në shkollë, në shuk, po ne unë sado vinja me një panallon të arnuar, të grisur, kupton, po ama kur ngrihesh në muzikë, që këndoja ish as, një miri i shkollës, domethënë. Ka qenë vite shumë të bukura, vërtet nostalgji edhe sot kur i kujtojmë, derisa shkuam në gjimnaz në Teftatash Kokoço, aty pastaj studiuam për oboe. A keni studio bon? Stefi është që i vogël. Prandaj them unë këtij mos fol numrin shumë.
Endri ka studuar për oboe. Po. Unë kam studuar për violin. Ky është futur që në klasë që në 6 vjeç për violin. Për violin, po violina fillo më herët, oboa më vonë. Unë kam studiu klarinet 9 vjet. Unë isha në mësentoria e parë shqipe, dhe në klasë të 5 më solli klarinetën mua, për tashu. Po sikur s'më ngjiti shumë klarineta dhe bëra ca mandolina, ca kështu se Kitara. Pastaj kitarë më mësoi Stef, se më pëlqente shumë. Sill një kitarë në shtëpi se kishte shok ky, se ishte më i madh. Edhe më sillte kitarë ky, mësojnë vetë, pastaj më tregonte ca akorde ky. Dhe mësova vetë. Ndërsa vit të parë gjimnaz, u futa në shkollë muzike për oboe. Për oboe është një lloj klarineta me atë kallame. Kallame është instrumenti pa mekanik. Aty filloi pastaj ndryshimi kjo, që mbani ndaj varse, Stelinin flokët e gjata, filluam të rrisim nga pak. Kupton? Kishte vitet 80-ta flasin. Ja, kjo, po. Po, 80. 80 ca. Në kujtimet e mia tani duhet të theksojmë në domethënë 3 fëmijë. Jam unë i parë, është motra, kemi një motër në mes, pastaj është Albana me i vogël. Edhe për arsye që nuk kanë rëndësi këtu, prindrit u ndanë dhe ne u ritëm me nënën, domethënë me maman, e cila sakrifikoi shumë gjithë jetën e saj për të na shkolluar, për të na studiuar, për të na edukuar. Por jem shumë fat që të gjithë njerëzit e nënës ne i kishim pranë gjithmonë. Dajët e motrat e nas, dajon që e kemi dashur shumë tani ndroi jetë vjet. Ngushtimin ndjes pas. Faleminderit. Edhe mbas kësaj ne kishim një mahall të mrekullueshme. Domethënë rrugicat, ato 2-3 rrugicat që ishim ne hynim e dilim në shtëpitë e njëri tjetrit, sigurisht në shtëpia tona. Ka qenë pa protokoll. Thënë ishte ajo ka qenë një marrëdhënie e paharrueshme, le të themi, ose e papërsëritshme. Nuk vjen më ajo. Rrugica tona ishte kështu, ishte një të, le të themi. Edhe një të. Abdul Frashim dhe Kristaq Grabovska. Edhe kishim rrugë këtej dhe rrugë këtej. Në të gjitha shtëpirat atu ne hynim e dilnim çdo ditë në Artin, hajde am bilakror, hajde am i pet fasule. Vinte e diela. Filloi filmi. Ose ishte koha që një televizor kishte aty në mall. E kishte një familje shumë e njohur dhe shumë e respektuar, shumë e dashur për ne, që jemi rritur me fëmijët e tyre, familja Shosho. Edhe ata që lidhet dhe me Amerikë, është disa trashëgimi. Kam pas këto familjar që kanë jetuar jashtë Shqipërisë, që i kanë sjell lek në atë kohë. Edhe këta kanë pas mundësi ta blenë, se ka pas vlerë domethënë dollari i tyre. Po mirë, kishte edhe flori në gjëra kështu. Kanë pas. Jenin edhe ato çypa në përqilare, në përqilare. Edhe tash kur bësh ndonjë fillonte për shembull Olimpiada botërore, për shembull, e kupton, ne ndishim botërore, si do filloi. Garat e atletikës, garat e notit, mblidheshim 20 veta në një dhomë, 30 veta. Po është ndryshim me sa mbi krevate kështu. Të gjithë, domethënë, malla. Gra dhe djema, domethënë. Edhe kishim edhe për shembull mbaj mend prindrit e një shokut ton që ishin profesor, domethënë, e shokut tim që jeton këtu në Toronto, Toni Mindili. Edhe na shpjegonin, domethënë, këto lojrat e ndryshme, domethënë aktivitete e ndryshme. Kemi kujtime ose filmi, mbaj mend atë Sandokani, për shembull kur. Me seri. Sandokani. Unë do ta ndaj me ju dy. Babai im ka bler televizion sigurisht vitit 66, 67, kur një 10 vjet para se me lindon. Në atë kohë, në Kosovë, ke pas mundësi të blesh, po ka qenë shumë i shtrenjtë, edhe është lejuar, kuptohet. Po, çka ka ndodhur, në atë kohë televizioni i Prishtinës ende nuk ishte diçka i formuar, edhe ne shifnim Shkupin ose Beogradin. Po dëshira jon ka qenë, unë ma vonë ma kam thënë, se ka qenë me kap disi antene me mujt me lidh Shqipërinë me kap. Ata që kanë qenë në Tiranë, ata që kanë qenë kufi e kanë kap, ne që ishim më larg jo. Po kur nuk e harroj, sot atë ditë, ka mundësi kanë qenë 6-7 vjeç. Një film që e kam pa unë, si sot kujtohet, ka qenë Gary Cooper me një fëmijë. Ato e kam mendje, gjithë plot ka qenë dhoma me kushërin, se vishin me pa. Po mos si kinema ka qenë. Unë isha shumë e fat, unë si shej vedishëm, qa po ndodh. Kur se harroj atë film, edhe unë mendoj që një ndër arsyet pse janë bë aktor ka qenë ajo lidhja emocionale imja me atë fëmijën, ndroi atje më aty në filmet e.
Bravo, mrekulli. Edhe krijon kujtime të parura. Shumë kujtime të parura. E bënte një dashuri të madhe komplet mahalla, si thonë, mbledheshin, ose me pa në sport ose në film, e kjo ka vazhdu me vjetë. Kuptohet, pastaj kam blet gjithë te ne, blen, se u boll televizioni Prishtinë, se ama u hapën pastaj, po është emocion kur më kujtohet. Ja këto kalimet nga shtëpia shtëpi kem bo njëjtë. Një lloj kanë qenë dhe në Prishtinë. Jo, mendoj nga fshati I gjithë ky puzzle, domethënë duhet plotësuar tani se si ne filluam muzikën. Pra, te kjo mahalla, te kjo lagje e mrekullueshme, pra lagjës 12 dhe 11 janë qendra e Korçës. Tani këtu, domethënë nga që ishte gjithë, si të them, të gjitha vajzat e mahallës tonë mbroheshin në thonjza, mbroheshin nga çunat, nuk lejohet njëri aty të ngacmonte në ju, s'kishte shans në botë. E kupton, nga këta që kush kallon në një huaj natën, po ky çfarë do? Çfarë e kupton? Do më keni ditë mahalla juaj ku është edhe? Po, absolutisht. Ne jam ndjem, vetëm kur vajza pranonte që kam një lidhje, domethënë e dua këtë djalin aty. Është i imi, domethënë. Aty i thashëm ne mirë se erdhen në mallën tonë. E mallë. Edhe aty fillua domethënë. Përveç kësaj, këtu tani, këta çunat që ishin më të rritur se ne, të mallës, dhe shoqëria atyre që vitin edhe nga lagjet të tjera, domethënë. Aty kemi dëgjuar në për të parë këto serenadat me kitarë dhe mandolina. Ne ishim fëmijë, 4 vjeç, 5 vjeç. Edhe në një moment caktuar, këtë nuk e mbaj mend fiks, domethënë, por dolim dhe ne dhe po këndonim dhe ne të dy aty, dhe ata na dëgjuan dhe këta çunat, sepse një 2-3 për tyre këndonin shumë bukur, pra ishin, si thua, një moshë tjetër pak më të mëdhenj se ne që përfaqësonin serenatë korçare, edhe ata. Dhe kur na dëgjuan, pastaj më pas i thoshin mamas, mama na jep çik djem të na këndon një këngë, domethënë, a këndonin ata? Dhe aty kemi filluar ne të, nuk e di 5 vjeç, 6 vjeç. Na merrin në pishinë aty. Na merrin aty te gurët, sokakut. E sokakut atje. Aty ku mbledhesh. E këndonin me ne. Aty kemi provuar edhe ndonjë çik alkool për në fillim fare. Ne veni me gisht atë që na jep ata. Me gisht, ne vini në gojë 5 vjeç në dalore. Edhe bilbil zari pastaj. Tani, pse jemi në këta që jemi, le të themi, dhe në të lidhim çik me pjesën artistike. Domethënë, unë mendoj që 2 karakteristika janë nga këto rrugicat që në një farë mënyrë kanë një lloj rebelizmi brenda. Sepse të këndoje kështu në këtë mënyrë, në atë kohë ishte edhe rebelizmi kundër sistemit. Sepse të vinte policia dhe pastaj fustin burg. Ne iknim sa herë dhe i thoshin ata grave, nënave tona, gjysheve, po juve ku u futa djalë, futën në shtëpinë. Jo, na mbroni të gjithë, e kupton, nuk kjo shtëpia ime, thoshte, iki thoshte, nuk e kupton, se fshiheshim ne, futën asnjëherë nuk arrit na kapnin. Pra ky lloj rebelizmi i rrugicave, po jemi lindur dhe rritur me shkollën që filluam pasaj. Unë 6 vjeç më mori gjyshi për dorë, se gjyshi ishte personazh shumë i njohur në qytet, ishte Tasi, fotografi. Çfarë kënga në dyqan të Tasit, për karshimi të Këto janë ato këngë satirike që thamë dalin vajzat e stolis, nga sevda e dashurisë. Dyqan të Tasit të gjyshit. Edhe unë fillova për violin, pastaj duke unë ndërthurur këto 2 element, unë si bëj unë analizën e fillimit të karrierës tonë, në adoleshencën tonë, pastaj kur ne morëm shumë mësime të instrumenteve që u ekspozuan si me edukim muzikal. Morëm solfezhin, ku diun harmoninë, analizën e formës, historinë e muzikës, të gjitha, domethënë jetonin pastaj me muzikën. Në fund, përpara se unë të shkoja në shkollë të lartë, aty nuk ishte më nevojë të më
thoshte njëri mua që shko të studiosh, sepse kur ishim të vegjël edhe luajmë, kishim shef çik futboll, çik fuga, ashik, çfarë ishin ato. Me cingla. Shigjeta me cingla, me këto gjë. I keni luajtur këto? Po, Me qerka, me ruleman, me qerka. I kishim shumë qef në ose elastikat këto. Me elastikat kanë qenë kryesor. Çfarë lojra të bukura. Ato me harabelat. Ose paralele këto që vinin për shembull që bënim xhonglime nga më të habitshmet që kur I kujtoj sot unë jam gjitur aty lart. Ka pas edhe lojnat kanë pas kreativitet. Kreativitet, po. Ka qenë më ndryshe, ka qenë më njerëzore. Unë do ndroj një temë, do t'ju pyes për festën shesh. Do kemi festën mes. Okej. Sot është ditë e shtunë me datë saksisht ku bëhet ky regjistrim, muaji maj datë 30. Nesër ditë e diele, 31 maj do mbahet festivali I parë dhe një ndër festivalet e para dhe më I madh shqiptar, që ne kemi quajtur festë shesh, kur them ne komiteti, ambasador, organizator, konsullata edhe gjithë bizneset e tjera. Ju do jeni aty, besoj? Neve do të jemi aty patjetër me kënaqësi shumë të madhe. Kjo është dhe arsyeja që neve po rrimë këto ditë për këtë festë të madhe që organizon ambasada e shqiptare dhe ambasada e Kosovës. No, edhe konsullata e Kosovës. Po. Për këto dy institucione shtetërore, neve vendosëm të shndrojmë e shtym kthimin gati një javë. Një javë. Po kemi dhe një mik të papar fare I cili është edhe nuk ja the emrin. Jo, do t'ja them unë. Ja them emrin. Po me ne për atë bëjmë gjithçka. Po më të lutem. Na thaj Dorini këtu. Po. Apo sta sistem movi në një vilë të bukur në liçene. Për çfarë do të them? kemi peshë, kemi kaluar kemi filluar pushimet këtu në Toronto. I filluam në Toronto. Kemi 5 ditë. Super, u shplodhëm, jemi shumë të kënaqur. Ata I Dorini dhe ne Dorimi. E ke fjalën për Gentin. Për Gentin, po. Po të lutem shumë, Get Osmani desa auto. Çelon tonë të dashur. Çelo, hallalli qoftë. E kam edhe sponsor këtu. Më ndihmon te Oda, më ndihmon gjithanë. Njeri I mrekullueshëm nga botë Zoti mbar. Me zemër të madhe. Zemrën e madhe do më shty proceset përpara. Është vërtet. Edhe ka plot tjerë si puna e tij. Shiqë Zoti këtë studio unë kam bërë mendimin e biznesit shqiptar. Bravo. Nesër unë e pash programin dhe aktiviteti do filloj në orën 12. Po, në 12. Në 12. Do ketë shumë artistë të rinj edhe të afirmuar. Ne në program sipas bisedës që bëra edhe me atë drejtorin artistik, do të jemi rreth orës 19:00. Që I bie gara 7, rreth orës 7, themi. Unë do jem 12 se unë do prezantoj me Ana Golën. Po mirë dhe ne mund të vim aty se do pim. Po ne do aty do ne kërnas këtë sallam nesër e kështu. Kështu që ti presim që të gjithë nesër aty e do jetë një në orën 12 ne nuk është se ne kemi ndonjë program personal, individual, nuk është kjo thirrje për Stefin dhe për Endrin. Po thirrja është që unë kam shumë dëshirë që të shoh të gjithë shqiptarët e Torontos dhe në rrethinat e saj që të mblidhen një herë të festojmë gjithë bashkë dhe të jenë sa më shumë në numër. Unë do e them, është nisur nga konsullata e Kosovës dhe ambasada e Shqipërisë. Janë futur gjitha shoqatat tradicionale dhe jo vetëm. Biznese pa fund që e kanë ndihmuar duke nisur nga Genti, Toma. Po duhet të thënë që është edhe free, nuk ka Jo, është normal që për momentin ofri se ne kanë menduar nga që teknikisht nuk ka drejt ambasada edhe konsullata të futen ku ka dikon bileta, kështu se ata janë shumë kujdesshëm këtë se gjitha pagesat kanë ikur tek ajo organizata quhet Sankofa Square. I kanë kopcitur gjërat bukur edhe si cili pagesat I ka bërë dhe bizneset, po e bukur ku u çu komitetin komo vlla. Bravo. Edhe ne kemi pas nevojë për diçka tillë, sepse gjithmonë New Yorku ka boksi organizime. Edhe na këtu pa bëjmë zhurmë pak Toronto, se nuk kem pak. Do ta bëjmë. Ne ishim pjesë edhe në organizimin e madh që u bën në Manhattan. Si ishte? Është një organizim super gjigant, më të them, në stadium. Po me çfarë ishin shumë shtrenjtë biletat. Prit një sekondë. Ishte pjesëmarrës artist më të famshëm të gjitha trevave shqiptare. Shpenzimi i jashtëzakonshëm. Pjesëmarrja nuk ishte ajo që pritesh. Themi të vërtetën. Ndoshta ka luajtur, them mundoni se analizën do ta bëjnë ata
që kanë organizuar, çmimi i biletës, i cili ishte minimum ishte $200 amerikan për të qëndruar në këmbë në stadion. Po dëgjoj, kishte edhe njerëz ashtu dukshë, se fjala fillon tash në orën 12 edhe në 2 më 3 filloi vitin tjetër. Unë nuk Po thash. iknin Ajo ishte një gjë shumë shumë e bukur, por nuk ishte pjesëmarrja që pritej. Që të bush në stadiumin. Unë jam shumë i qartë në këtë po them. Po. Në qoftë se në të dy anëta fjala vjen erdhën 7-8 veta. E kupton, duhet të kishin ardhur 20-30 ka qenë koncert apo ka qenë festival, se edhe ky koncepti i festivalit në stadium nuk e ka lezetën. Duhet të jetë në ambient hapur. Festival që është, festival. Po festival në stadium ka bërë për ta kontrolluar, po ideja është duhet të jetë si puna e një fushë të madhe ku është park i madh që është e rrethuar dhe njerëz mund me kalu nga kjo, si më thon, skenë në skenën tjetër. Ashtu bon këtu, kam pa unë vitin 99 për herë parë italianët që e bonin në Canada's Wonderland. Si më thonë, bas 3 muaj edhe në Kanada, trastisa me ca shok italian unë njoftova, tha, do me pa diçka të bukur, i kum pa ato Toto Cotugno, kush kanë qenë ata? Po ishte festival i madh italian. You're not tonight, you're off. Kështu që, kur po du me thonë që edhe varet se si bëhet, kjo jona duhet në qendër, në square, si thoi, në shesh, edhe për atë arsye kem lënë fes shesh, emrin. Ma vonë se që do fes shqiptare në shesh, ka mundësi që të bëhet, është hera parë. Shumë bukur. Edhe unë mendoj që do mësojnë për vitin tjetër. Kam një parandjen që ka për të qenë në shkëlqyeshëm. Unë e besoj edhe unë, edhe jam i lumtur që duhemi ju pjesë. Sepse edhe këto ditë që kemi qëndruar, që kemi qetësuar në atë vilin aty, buzliqenit me patat kemi ndajmë aty. Po mirë. Mak me patat do. Tani na lër për nesër të këndojmë tani. Unë mendoj se të vim edhe tjetër, të flasim më shumë. Me kaq jemi në rregull. Impakti telefonatave që na bëhet vazhdimisht, domethënë gjatë këtyre ditëve, për mua është një tregues që do vinë shumë njerëz nesër. Do vinë. Unë besoj që do vinë edhe do vinë val, se ndoshta të ditën s'kan mundësi të rinë, po do ketë të huaj, që kanë shumë kurreshtje për shqiptarët, për me ndëgju se ato veshjet tona. Besoj se do të jenë edhe veshje tradicionale. Gjithsesi do ketë. Ato tërheqin edhe më tepër publik. Ato po turistë, edhe unë do veshje kanadez. Seriozisht? Po. Mos harrosh të na bësh të bëjmë foto bashkë. Gjithsesi, foto në Instagram, TikTok, Facebook. I kam marrë në Tiranë, kam shku, i kam porositur, kam edhe kam të suliotve të Çamerisë. Mrekulli. Ne kemi një këngë e rrallë, për ne 2 këngë kemi të muzikës popullore, të folklorit popullor. Dhe një kemi ç'keni ju me mua ç'keni, edhe kemi me veshje kështu kombëtare. Kemi veshje me fustanella, ato të Gjirokastër. Po ato suliotve që po ta shohësh, ç'keni ju me mua ç'keni, kur me got në buz me gjeni. Po lena tani raste po. Po pse gjithmonë kur filloj unë gjë do të. Po kjo këngë do ta mbaj unë. Do ta mbaj këngën. S'ma mbajtë mirë. Do me fillu se ç'ke ende do me fillu. E ka marr jug më thot ajo tradita pikal ajo motra e lira më duket bac e lira. Tash e duhet një të jugut një të veriut. Po më sa të jugut? Po të jugut e du jug, thash, po e do në fund jug atje? Thash, po ku e ki fjallën? Në Çameria, të suliotve. Po, maja thash ato. Aty të, se kishe kandaler. O, zoti madhë, pa pare, do e shini. Unë kam pas një fustanel, e që me trup madhë që, dhe ishte fustanela me palat më të shumta. Po, ashtu e kam. 500 ca e kështë, 500 pala. 500 pala. Po është e rëndë më e bure. Shumë e rëndë. Si kanë bajtë më përsi. Pa e është me, si thëjmë na konop me një litar trash, ta lidhër shtu. Po që janë të bukura, janë të bukura. Shumë të bukura. Unë e mora edhe verioren, me verioren nuk jam shumë i knaqër, sepse ato ka variacione, po kësaj herën tjetër do ta marr të Isa Buletinit. Bravo. I kam obsesion. Bravo. Unë mendoj çdo shtëpi shqiptare, përveç flamurit, do ta kenë çeleshën e vet dhe një veshje. Pyetja është pse nuk je i kënaqur me këtë verior? Po nuk jeni mirë mas. Ja, nuk u mrin mirë, nuk se kanë qenë për mirë. Jo, ishte çe për. Duhet të dobësohesh, lutem tash. Mos më sa. Tjetër problem kë. Ostef. Ju të gjithë dobëzoni nga pa. Ostef, po edhe unë
më edhe unë. Merë një shemull ka unë elegant, po ti e ndez do një po. Unë edhe Stefi do ecin mal atje te. Do iki maleve? Po do iki maleve se ndryshe s'bëhet. Nuk e priste për me këtë. Ja se prita tash po ja. Jo duhet edhe ajo, po ideja nuk ishte si duhet, po unë kësaj herë tjetër do të marr të sabëletirit. E kam dëshira, ato ngjyrat e kuqe me pantallona të zeza. Kur të kthehem në Tiranë do bëj më shumë hapa se ç'kam bërë këtu në Toronto. Që të do pësat, ka fjalën. Arritëm këtu një ditë, jo dje par dje, 9.000 hapa bëm. 9.000. Por, duke ecur, shkuam në Niagara, kupton? Si për fiskulturë, kupton. Po duhet edhe gojën me ndal pak Stef. Jo vetëm hapa. E ka fjalë për ushqimin. Po të lënë këtu? Po të lënë këtu? Po jo. Po se thash se mos u bërë si ndonjë tjetër që i bi me shkop aty në Jo, ushqimi do. Ja, ushqimi është. Edhe ushqimi jon ka diet si është. Unë për shemb des për sinqerisht Endri ha më shumë se unë. Jo më çllot këtu. Është çështje metabolizmi. Është edhe çështje metabolizmi. E ka shumë gabime, nuk ka më shumë se. Asnjë në botë. Le dhe mos ja fut kohë. Më besoni mua për të shpëtuar. Ore na mi zdi domethënë, nuk kam shumë. Nuk kam. Endre Stefi, ju falenderoj shumë nga zemra që ishi tu, e nderuat odën ton, mua Ervinin edhe Besmirin këtu, e falenderoj edhe Gjendin që e mundsoi pak a shumë që unë ndërmjetësua, tha do e bëjnë mundur që t'i sjell aty. Ne jem të lumtur sepse kur na vjen dikush nga Shqipëria, Kosova, na gëzon, na jep një freski, na tregon diçka të re. Kënaqësia ishte jona. Edhe ju falenderoj nga zemra për krajin tuaj. Faleminderit juve. Edhe ne u ndjem shumë mirë. Kjo do të them edhe diçka të fundit. Ishte një bisedë e bukur, bisedë e lirë. Ashtu ka qenë. Ne trajtuam më tepër bisedë me klasë, edhe klasë, edhe pak humor, dhe kjo është aftësia jote. Shpresojmë që herës tjetër kur të vim, ne do flasim më shumë për anën profesionale dhe artistike. Gjithsesi, me shumë do vim me kënaqësi sepse u ndjem shumë mirë këtu me ju. Ju faleminderit shumë. Faleminderit juve, edhe përshëndesim të gjithë shqiptarët që ndodhen në Kanada. Faleminderit shumë, ju lumt. Bac, faleminderit shumë për kohën, Besmir, faleminderit shumë. Edhe ne do vazhdojmë ato fotot tona këtu, Mos t'i largojmë kufjet. Bac, faleminderit. Bravo.